Një marrëveshje dështuar droge 18 dhjetori 2015 në Eugendorf u diskutua në një sallë gjyqi në Salzburg të Austrisë. Pasi një 26 vjeçar shqiptar u dënua me një burgim pjesërisht me kusht për kontribut në vjedhje të rëndë, një 30 vjeçar shqiptar u gjykua për grabitje. Ai mori një dënim me kusht prej 15 muajsh për vjedhje të rëndë. Nga dënimi me burg i dhënë, 5 muaj pasi u caktua pa kushte, vendimi nuk është ende përfundimtar, pasi as prokurori dhe as avokati mbrojtës nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë. Gjykata i besoi rrëfimit të pandehurit se ai kishte vjedhur paratë e shfaqjes dhe nuk kishte përdorur dhunë duke vepruar kështu. Prandaj burri nuk u dënua për grabitje. Dorëzimi i parave për blerjen e 7 kg heroine u bë në një makinë përpara një restoranti të ushqimit të shpejtë. 30 vjeçari ishte ulur në sediljen e pasagjerit pranë një oficeri policie të maskuar. Prokurori shpjegoi se shqiptari mori 2 tufa me para, kontrolloi autenticitetin e një kartmonedhe me një stirolaps UV. Kur hetuesi i fshetur përpoqti mirë të mbrapsht parat, shqiptari e shtyu me forcë në pjesën e sipërme të trupit dhe më pas iku me parat. I pandehuri nuk e mohoi për fshirjen e tij në krim. Ai u deklarua fajtor për vjedhjen e 102.000 eurove, por jo për grabitje, sepse mohoi përdorimin e dhunës. Nuk e preka, ai më dha parat dhe unë thjesht ika me vrap, këmbguli 30 vjeçari. Sipas avokatit të tij mbrojtës, ai u punësuar për krim, sepse ishte në formë të mirë si futbollist dhe mund të vraponte shpejt si sulmues. Nuk ishte vetëm dorëzimi i parave që shkoi keq për policinë. Shqiptari iku me vrap në këmbë drejt autostradës, u rrezua 2 herë dhe sipas avokatit mbrojtës u fshi në një fuçi. Forcat policore që kishin zënë pozicione aty pranë për shkak të pazdarit të drogës nuk ishin në gjendje ta kapnin të arratisurin. Punëtori rastësishëm u arrestua në Greqi pak më vonë se një vit, më 16 nëntor të 2016-s, në bazë të një urdhri arresti evropian. 102.000 euro të parave, si theksoi avokati, ende mungojnë. 30 vjeçari tha sot gjyqtares se i humbi parat ndërsa po ikte policisë. Ai gjithashtu kërkoi falje për aktin dhe tha se ishte një gabim i madh. Shqiptari kishte udhëtuar me bashkëdhetarin e tij 26 vjeçar për marrëveshjen në Eugendorf. Bashkëpunëtori më pas iku me makinë, por u kap shpejt. Më 13 janar të 2017-s, punëtori pa kualifikuar u dënua me 12 muaj burgim pjesërisht me kusht, 4 prej të cilëve ishin pa kusht, në një gjyq në Salzburg. 26 vjeçari u lirua nga akuza për trafik droge për shkak të dyshimeve. Gjykatësi në ADK identifikoi deklaratat kontradiktore dhe madje të rreme nga njerëz të besuar të policisë dhe oficer policie të përfshirë. 30 vjeçari shqiptar nuk u akuzua as për trafik droge.